Mirë se erdhët në episodin e radhës në Të Disha Po t'Kesh Më Mirë të Dyja. Sot kam kënaqësinë të kem edhe një herë të ftuar zonjën Flora Musta, ish drejtoreshë e mbikëqyrjes së tregut të kapitaleve dhe të fondeve pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, njëkohësisht edhe antare e Fondit të Pensionit. Mirë se erdhët. Kënaqësi të jem përsëri me ju në episodin e radhës të këtij podcasti kaq interesant dhe kaq edukues për të gjithë antarët e fondeve të pensionit privat, por veçanërisht për antarët e ardhshëm të këtyre fondeve. Shumë faleminderit për vlerësimin dhe kënaqësi dhe për mua. Sot, ndryshe nga biseda jonë e parë, ku kemi folur përgjithsisht për produktin fond pensioni privat, specifikat që ka si produkt financiar, listën e benefiteve që ofron dhe krahasimin midis pensionit shtetëror edhe fondeve të pensioneve private, sot do të prekim më gjerësisht kuadrin ligjor të këtyre fondeve. Që nga benefitet fiskale që ofron, incentivat që ka sjell ligji i ri, çfarë ndryshimesh dhe përmirësimesh ka pasur ky ligj për fondet e pensionit privat në Shqipëri, transparencën, sigurinë e fondeve, parë dhe nga ana nga këmbvështrimi i mbikëqyrjes nga autoriteti, duke filluar si fillim me legjislacionin aktual, ligji 76/2023, ligji shtatorit të 2023-shit për fondet e pensioneve privat në Shqipëri, që rregullon tregun e pensioneve private. Ndryshimet kryesore që ka sjell shkurtimisht si fillim. Fillimisht sqaroj se fondet e pensionit privat dhe shoqëritë administruese të fondeve të pensionit privat konsiderohen entitete financiare. Janë entitete që kanë me interes të gjerë publik dhe pikërisht për këtë arsye ato duhet të rregullohen nga një ligj i posaçëm, siç është ligji për pensionet private. Kuadri ligjor dhe regulativ i fondeve të pensionit privat daton që në dhjetor të vitit 2009. Ishte ligji që për herë të parë rregulloi mënyrën e krijimit, licencimit, rregullimit të veprimtarisë dhe të mbikëqyrjes të fondeve të pensionit privat. Ligji ka ngarkuar Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare si ent rregullator për të rregulluar dhe për të mbikëqyrur tregun e pensioneve private dhe të gjithë subjekteve që operojnë në këtë treg, që janë shoqëritë administruese, fondet e pensionit, depozitarët e fondeve dhe agjentët që shesin fondet e pensionit privat. Normalisht ligji duhet vazhdimisht ka shkuar duke u përmirësuar dhe kjo duke ndjekur standardet e BE-s për të harmonizuar ligjin dhe rregullat që operojnë në Shqipëri për t'i harmonizuar me direktivat e BE-s. Dhe për këtë arsye, për këtë arsye u ndërmor ndryshimi ligjor dhe vim tek ligji i ri i numër 76/2023, i cili bën të mundur rritjen e besimit, domethënë rregullat dhe ligji bën të mundur rritjen e besueshmërisë të publikut te tregu i pensioneve private, bën të mundur rritjen më shumë të mbrojtjes të antarëve të fondit dhe normalisht jemi drejt standardeve europiane për këtë treg, për të rritur në këtë mënyrë sigurinë e antarëve për fondet e pensionit privat. Zonja Flora, për ta nisur që nga momenti i antarësimit të individëve në fondin e pensionit privat, cilat janë ato dokumente që i vijnë individëve në dispozicion përpara se të lidhet një kontratë? Fillimisht është shoqëria administruese e fondeve e cila krijon fondin e pensionit privat. Dhe dokumentat bazë të këtij fondi të pensionit privat janë kontrata e antarësimit në rastin kur kemi të bëjmë me një individ i cili vendos të bëhet antar i fondit dhe në këtë kontratë përcaktohen të gjitha
tiparet, kërkesat, karakteristikat e fondit privat që po i ofrohet antarit të fondit. Paraqiten, pasqyrohen në këtë kontratë të drejtat e antarit dhe detyrimet e tij për të kontribuar në këtë fond, por nga ana tjetër dhe përgjegjësitë e shoqërisë administruese për të administruar kontributet e antarit dhe për të realizuar objektivin që ka fondi për të rritur të ardhurat e antarit të fondit. Dhe ndërkohë në këtë kontratë paraqiten shumë qartë edhe tarifat, komisionet që do t'i mbahen antarit, si dhe ndërkohë mënyrën e tërheqjes dhe të marrjes së pensionit në momentin e mbushjes së moshës për pension sipas kërkesave ligjore. Dokumenti tjetër i rëndësishëm që i vihet në dispozicion antarit në momentin e antarësimit, krahas kontratës, është dhe prospekti. Duhet të sqarojmë që në rastin kur kemi të bëjmë me individin, ai nënshkruan kontratën, i vihet në dispozicion kontrata antarësimit, ndërsa në rastin kur kemi të bëjmë me punëdhënësin, kur pjesë e skemës fondit të pensionit bëhet punëdhënësi, atëherë punëdhënësi nënshkruan kontratën me fondin, ndërsa punëmarrësi nënshkruan deklaratën e pranimit të pjesëmarrjes në fond. Dokumenti tjetër i rëndësishëm për para antarësimit është prospekti. Prospekti është një dokument, pra nuk është një ftesë për antarin për të marrë pjesë në fond, por është një dokument informues i qartë dhe i plot për të gjitha tiparet dhe karakteristikat e fondit. Pra, duke filluar që me objektivin e fondit, me strategjin, me politikat e investimit, duke vazhduar me të gjithë elementët e riskut që do përballojë individi gjatë antarësimit në fond, që kanë të bëjnë këto me riskun e kreditit në varësi me llojin e instrumentave financiar ku do të investohet, me riskun e normave të interesit, me riskun e tregut, e luhatjes të çmimeve të tregut të instrumentave financiar, me riskun nga inflacioni, me riskun e likuiditetit, riskun e ndryshimeve ligjore. Pra të gjitha këto element të risku janë të përshkruar në prospekt në mënyrë që individi të ketë të qartë që investimi në fond shoqërohet edhe me disa riske. Po kështu në këtë dokument informues sqarohet individi, antari i ri i fondit në lidhje me mënyrën e llogaritjes aktiveve të fondit të pensionit, informohet në lidhje me mënyrën e marrjes së pensionit, kur është afati i tërheqjes, me tërheqjet e parakohshme nëse lejohet apo jo. Pra të gjitha këto, po kështu një element i posaçëm është dhe kuadri fiskal i paraqitur në këtë dokument informues. Pra të gjitha këto element në mënyrë të plot dhe të sqaruar sakt janë një informacion shumë i vlefshëm për antarin e ri të fondit të pensionit. Për të pasur një transparencë maksimale. Një nga komponentët e tjerë që ligji i ri ka përmirësuar i përket fondeve të mbyllura, njeh tashmë fondet e pensionit të mbyllura. Mund ta bëni një krahasim nga ana ligjore midis fondeve të hapura dhe atyre të mbyllura dhe për kë është më i përshtatshëm secili prej modeleve? Për herë të parë në ligjin e ri të 2023-shit u përmendën krahas fondeve me pjesëmarrje të hapur, u përfshin dhe fondet me pjesëmarrje të mbyllur. E nxitur kjo pikërisht edhe nga direktiva IORP 2, ku është mbështetur edhe ligji pra për të harmonizuar me këtë direktivë. Fondet me pjesëmarrje të hapur janë të vlefshme për të gjithë
antarët, qoftë këta individ, qoftë edhe për punëdhënësit kur hynë në skem për punëmarrësit e tyre. Ndërsa fondet me pjesëmarrje të mbyllur janë një lloj specifik fondi i cili është i ideuar posaçërisht për një punëdhënës të caktuar, mund të jetë për disa punëdhënës që janë brenda të njëjtës industri, mund të jetë për një bashkim punëdhënësish dhe që janë në formën e një sindikate apo të një shoqate të caktuar profesionistësh. Dhe pse konsiderohet fond i mbyllur? Sepse ky fond është i ideuar vetëm për këta për këtë grup të caktuar, vetëm për këta punëmarrës të këtij punëdhënësi i cili po ofron fondin. Dhe në këtë rast, punëdhënësi apo ky bashkim punëdhënësish apo kjo sindikat, që shpeshherë ligji e quan sponsor, ky sponsor ose ky punëdhënës bën një kontratë të veçantë me shoqërinë administruese, ku përcaktohen disa kërkesa specifike të ndryshme nga prospekti i një fondi të hapur. Pra, atje përcaktohet një politikë ndryshe e investimit, ndryshe nga ajo e fondit të hapur, përcaktohen komisionet, pra bihet dakord punëdhënësi apo sponsori me shoqërinë administruese në lidhje me tiparet dhe karakteristikat e këtij fondi të mbyllur. Dhe nga ana tjetër, pastaj sponsori bie dakord me të gjithë punëmarrësit, të cilët dhe ata nënshkruajnë deklaratën e pjesëmarrjes në fondin e mbyllur. Pra, në qoftë se fondi i hapur është një fond i cili ju drejtohet një publiku të gjerë, pra qoftë individëve që do bëhen antar, qoftë punëdhënësit të cilët pranojnë kushtet e këtij fondi, dhe është i hapur, gjithësisht i hapur për publikun, fondi i mbyllur i drejtohet vetëm një grupi të caktuar. Dhe ligji në përgjithësi rregullon, pra nëpërmjet neneve të tij, rregullon edhe fondet e hapura dhe të mbyllura, dhe shpeshherë ka edhe specifika, nene specifik që rregullojnë fondet e mbyllura. Pra, sepse nga pikpamja edhe i nivelit të mbikëqyrjes, për fondet e hapura niveli është më i lartë mbikëqyrjes në krahasim me fondet e mbyllura ku ka një kontratë specifike nëpërmjet punëdhënësit apo bashkimit të punëdhënësve me shoqërinë administruese. Shumë e qartë. Për të përmendur pak sigurinë e fondeve, edhe nga puna jone e përditshme, mund të hasemi me pyetjen përpara se një klient antarësohet në fondin e pensionit privat, nëse ky fond është i siguruar në ASD. Njësoj siç vlen me depozitat, një produkt tjetër financiar kursimi. Fondet e pensionit duhet përmendur që nuk janë të siguruara në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave. Kjo e parë nga pikpamja dhe e autoriteti, duke qenë se ka një nivel risku të ulët. Fondet në Shqipëri janë me një nivel risku të ulët. Si shkon siguria e këtyre fondeve për publikun, po themi? Pra, kur flasim për sigurinë e fondeve, flasim për të gjitha elementët e mundshëm që fillon që nga ekzistenca e kuadrit ligjor dhe rregullator, një kuadër i plot, i harmonizuar, i standardizuar, vijohet me mbikëqyrjen ose që nga licencimi i shoqërive administruese, kërkesave të larta që ka autoriteti për të licencuar shoqëritë administruese dhe fondet e pensionit, dhe për të dalë pastaj tek disa elemente shtesë që ka përcaktuar ligji i ri në lidhje me rritjen e nivelit të sigurisë, që janë kërkesa më strikte në lidhje me administrimin e riskut. Pra, ligji i ri i kushtoi një vëmendje më të shtuar ngritjes së strukturës së administrimit të riskut pranë shoqërive administruese,
dhe sidomos dhe elementeve të vetë vlerësimit të riskut nga shoqëritë administruese dhe nga ana tjetër zbatimi i parimit të ndarjes së aseteve të fondit nga asetet e shoqërisë administruese është një element tjetër sigurie, të cilën ligji e mban shumë parasysh dhe ka vendosur kërkesa strikte në lidhje me segregimin apo ndarjen e aktiveve të fondit nga aktivet e shoqërisë administruese. Pra edhe në një moment, po themi, shortage likuiditetit të shoqërisë administruese, është mjaftueshëm e qartë që këto pasqyra financiare të shoqërisë janë të ndara nga asetet e antarëve në fondin e pensionit privat. Duke qenë se ka një risk të ulët, vjen nga mënyra e investimit në instrumenta financiare të tipit bono dhe obligacione afatgjata. Krahasuar me ndërkombëtarët, ku investohen jashtë? Pra një fond pensioni i huaj ku investon krahasuar me një fond pensioni shqiptar. Një nga risitë e ligjit të ri ishte dhe politika e investimeve. Nëse në ligjin e mëparshëm politika e investimeve ishte më strikte, më konservatore, tashmë sipas ligjit të ri, politika e investimit ndjek standardet që ka edhe BE-ja në lidhje me investimin e aktiveve të fondit të pensionit. Dhe sipas këtij ligji, aktivet e fondit të pensionit mund të investohen në të gjithë titujt e tregtueshëm të listuara në bursën brenda territorit të Shqipërisë, mund të investohen në bursat ndërkombëtare, në vendet kryesisht në vendet e OECD-s, mund të investohen në kuota të fondeve të investimit, mund të investohen patjetër në titujt e qeverisë, është ligji e hap mundësinë që të gjitha aktivet e fondit të investimeve mund të investohen deri edhe 100% në titujt e qeverisë së Republikës Shqipërisë, si dhe në titujt e qeverive të vendeve të Europës. Dhe ndërkohë mund të investohet, ligji ka krijuar mundësinë për të investuar aktivet e fondit të pensionit edhe në obligacionet që emitojnë institucionet financiare dhe bankat në territorin e Republikës Shqipërisë, edhe nëse ato nuk janë të listuara në bursë, pra obligacionet të cilat janë sot me ofertë private, i jep mundësi fondeve të pensionit që në një masë të vogël, domethënë 2% tek një emetues i vetëm dhe që rritet deri në 5% për disa emetues. Pra edhe limitet dhe kufit e investimit të përcaktuara në ligj janë të njëjta sipas standardeve europiane. Për të prekur pak një komponent tjetër shumë të rëndësishëm tek fondi i pensionit privat, që është banka depozitare. Mund të na tregoni pak më tepër për rolin që ka depozitari në gjithë të procesin, po themi, të antarësimit në fond të antarëve, të mënyrës së investimit, çfarë procese çditore kryen së bashku me shoqërinë administruese të një fondi? Siç e tham, parimi i bazë tek fondet e pensionit privat është parimi i segregimit apo i ndarjes së aktiveve të fondit nga të gjitha aktivet e shoqërisë administruese. Dhe kjo realizohet nëpërmjet ekzistencës së depozitarit. Depozitari është një nga bankat e licencuara në territorin e Republikës Shqipërisë nga Banka e Shqipërisë, e cila në licencën e vet mbart edhe të drejtën për të luajtur rolin e depozitarit dhe të kujdestarit njëkohësisht, dhe në këtë mënyrë llogaria e fondit të pensionit privat është pranë depozitarit, pranë kësaj banke të licencuar nga Banka e Shqipërisë dhe njëkohësisht edhe nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për të kryer rolin e depozitarit të fondeve të pensionit. Dhe detyra e depozitarit është që të mbajë llogarinë, të mbajë regjistrin e të gjithë antarëve
Pra, asetet e çdo antari janë dhe pranë bankës depozitare, ndërkohë banka depozitare ndjek dhe monitoron punën e përditshme të shoqërisë administruese në lidhje me politikën, kryesisht me politikën e investimit, dhe ndjek dhe monitoron që kjo politikë të jetë në përputhje me politikën e përcaktuar në prospekt, sipas llojit të instrumentave dhe sipas kufirit limitit për të investuar. Pra, në rast se banka depozitare konstaton që urdhri i shoqërisë administruese për të investuar në një instrument është përtej kërkesave të ligjit dhe të prospektit të fondit, atëherë ajo nuk e urdhëron zbatimin e këtij veprimi, këtë urdhër të shoqërisë administruese. Pra, roli i depozitarit është shumë i rëndësishëm dhe depozitari duhet të jetë tërësisht i pavarur. Pra, s'mund të jetë dhe shoqëria administruese edhe depozitar njëkohësisht. Pra, dhe rritja e pavarësisë të depozitarit, pra bën të mundur që asetet, aktivet e fondit të pensionit të jenë tërësisht të ndara nga aktivet e shoqërisë. Por ndërkohë edhe aktivet edhe të fondit të pensionit janë krejtësisht të ndara nga aktivet e depozitarit. Pra, në rast të procedurave të falimentit, hapjes së procedurave të falimentit, qoftë për shoqërinë administruese, qoftë për depozitarin, nuk preken fondet e antarëve të fondit pensionit. Dhe kjo rrit sigurinë, janë element sigurie për antarët. Përmendet dhe ndërkohë veprimet ditore që kryen midis shoqërisë administruese dhe depozitarit, pra shoqëria administruese çdo ditë llogarit aktivet neto, llogarit çmimin e kuotës të një dite më parë, dhe ndërkohë depozitari bën llogaritjet e veta sipas të gjitha veprimeve, investimeve, daljeve dhe hyrjeve të kontributeve, dhe ndërkohë brenda ditës depozitari duhet të konfirmoj pra të dhënat e shoqërisë administruese. Pra, ai është një konfirmues për saktësinë e vlerës neto të aktiveve të fondit dhe për çmimin e kuotës. Dhe vetëm mbasi konfirmohet, shoqëria administruese publikon çdo ditë vlerën neto të aktiveve dhe çmimin e kuotës fondit. Po, në krye të bisedës përmendet pak transparencën e fondit të pensionit në aspektin e raportimeve të publikimeve që një shoqëri administruese e fondit pensionit privat duhet që të kryejë në baza, po themi, ditore, mujore apo edhe vjetore. Sa shpesh ndodh ky publikim i këtyre raporteve dhe si mbikëqyren këto dhe nga autoriteti? Po kështu, një nga risitë e ligjit të ri të vitit 2023 ishte dhe rritja e transparencës për antarët e fondit. Ligji kërkon që shoqëritë administruese të jenë shumë transparente ndaj antarëve të fondit, edhe ndaj atyre antarëve të mundshëm, dhe të jepet një informacion i plot dhe i qartë për të gjithë antarët. Dhe transparenca ka të bëjë me njoftimin, pra në fund të çdo viti, çdo antar është informohet në lidhje me gjendjen e llogarisë së tij, informohet nga shoqëria administruese në lidhje me pasqyrat financiare të fondit, me raportin vjetor, por ndërkohë antarët e fondit informohen edhe për pasqyrat e ndërmjetme, sidomos ato 6 mujore. Ndërkohë, çdo antar i fondit duhet të ketë akses në llogarinë e vet, dhe ku ai çdo ditë mund të informohet për totalin e
aseteve e aktiveve që ai ka në llogarinë e tij, informohet në lidhje me çmimin e kuotës, informohet në lidhje me performancën e fondit, që nga krijimi që kur ai është bërë antar dhe sidomos edhe për periudhën e fundit, ai informohet në këtë llogarinë e tij për të gjitha derdhjet që janë bërë në favor të tij nga ai vetë ose kur është me punëdhënës edhe për kontributet e punëdhënësit. Pra të gjithë këtë informacion ai e merr duke aksesuar llogarinë e tij. Dhe pastaj me kërkesë të antarit, shoqëria administruese është e detyruar ta informojë për çdo kërkesë që ka antari, për çdo paqartësi që ka në lidhje me investimin që ka bërë pranë fondit të pensionit. Për të kaluar tani tek tërheqjet e fondit të pensionit, tërheqjet e parakohshme dhe ato që janë në moshën ligjore të daljes në pension për antarët. Cilat janë kushtet ligjore që një antar ka përpara se të informohet përpara se të bëjë një tërheqje të fondit të pensionit privat në rastin e tërheqjeve të parakohshme? Ligji në fakt, pra ligji është ideuar dhe fondi është të krijuar që të sigurojë të ardhura për antarin në momentin e daljes në pension. Por shpesh antarët për arsye të ndryshme, për arsye që ju nevojiten paratë e investuara në fond, mund t'i drejtohen shoqërisë administruese për t'i tërhequr para afatit të mbushjes moshës të përcaktuar nga ligji. Dhe me qëllim që të inkurajohet qëndrimi në fond, ligji parashikon penalitete për tërheqjet e parakohshme. Dhe penalitetet janë të përcaktuara në rregulloren e miratuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, dhe masa e penalitetit është në varësi me kohën e qëndrimit në fond. Pra, një antar i cili ka një periudhë 20 vjeçare që është në fond dhe mbas 20 vjetësh kërkon t'i tërheqi këto para, pra në mënyrë të parakohshme, atëre penaliteti është në masën jo më 2% deri në 5%, që përcaktohet brenda këtyre kufive kësaj dyshemeje dhe tavani që përcaktohet nga shoqëria administruese. Ndërsa në rast se një individ ka më pak se 5 vjet që qëndron në fond dhe kërkon t'i tërheqi parat, atëherë masa e penalitetit është më e lartë. Pra varion nga 15 deri në 20%. Plus që duhet të paguaj pastaj edhe masën e tatimit kundrejt totalit të aktiveve që po tërheq. Për të qenë transparent, të dyja këto fasha përqindjesh llogariten mbi totalin e aktiveve që një antar ka në fond. Tërheqjet e parakohshme në fakt janë vetëm totale. Në rastin e mbushjes së moshës ligjore të pensionit, si vjet këtë vit për femrat është 62 vjeç, ndërkohë që për meshkujt 65 vjeç. Ligji parashikon që mund të tërhiqen pa paguar penalitet këto aktive për secilin nga antarët 5 vite përpara moshës ligjore të pensionit. Kemi dy momente. Në rastin e tërheqjes totale, krahasuar pastaj me tërheqjen periodike të fondit të pensionit privat, si shkojnë vlerat e tatimit të përllogaritur? Sipas ligjit, pra individi antari i fondit mund të përfitoj pension edhe 5 vjet përpara moshës ligjore. Pra, shoqëria administruese është e detyruar ta njoftojë antarin që është momenti që ju keni të drejtë të tërhiqni pensionin. Pra, për gratë ju thatë, siç e thatë dhe ju, që është 62, mundet që shoqëria administruese që kur mbush moshën 57, atëherë e njofton që juve ju ka lindur e drejta për të marrë pensionin privat. Ndërkohë, ligji parashikon që tërheqja e pensionit të bëhet në dy mënyra.
o tërheqje e menjëhershme ose tërheqje në mënyrë periodike. Sipas ligjit, nëse antari i fondit e tërheq në mënyrë të menjëhershme shumën aktivet që janë në llogarinë e tij, atëherë nga pikpamja tatimore ai duhet të paguajë tatimin në masën 15%, ose shpeshherë ne themi sipas tarifës në fuqi për tatimin mbi të ardhurat personale. Ndërsa, nëse individi pranon të tërheqi pensionin në mënyrë periodike mujore për të paktën 2 vjet, atëherë ai përfiton lehtësi fiskale dhe në këtë rast do të tatohet, dhe kjo është risia e ligjit të ri, që do të tatohet vetëm për masën e interesit të fituar. Pra nuk do të tatohet gjithë shuma e pensionit që ai tërheq në mënyrë periodike, por vetëm masa e interesit të fituar. Që ky interes i fituar do të llogaritet duke ditur çmimin mesatar të gjithë kontributeve, se kontributet kur janë bërë nga antari në fond kanë qenë me çmime të ndryshme. Dhe metoda e përcaktuar për llogaritjen e tatimit është metoda e çmimit mesatar, pra llogaritet një çmim mesatar për të gjitha kontributet, dhe në momentin e tërheqjes së pensionit periodik shikohet çmimi i asaj dite dhe diferenca midis çmimit aktual dhe çmimit mesatar, kjo diferencë do të tatohet. Pra që përcakton që do të thotë ky është interesi i fituar nga investimi për gjatë viteve. Përpara se ta mbyllim, cili është një mesazh ligjor që ju doni që t'ja shpjegoni dëgjuesve, atyre antarëve potencial, po themi, të fondit të pensionit privat? Unë konstatoj me kënaqësi që baza ligjore dhe regulative është e plotë, është pothuajse e harmonizuar me standardet europiane, por që standardizimi dhe përmirësimi do të jetë në vijimsi, dhe kjo do ta bëjë akoma edhe më të plot bazën ligjore dhe regulative. Dhe mesazhi im është që çdo antar ose çdo person i mundshëm duhet të investojë në fondin e pensionit privat, sepse baza ligjore dhe regulative ekziston, është e plot dhe e qartë. Autoriteti mbikëqyrjes ushtron mbikëqyrjen mbi këto fonde, pra mbikëqyrje periodike, inspektime në vend, dhe këto janë të gjitha element që rrisin sigurinë e investimit në një fond pensioni privat. Zonja Flora, edhe një herë shumë kënaqësi gjithë biseda me ju edhe këndvështrimi juaj profesional. Ju falenderoj shumë që ishit sërish me ne. Faleminderit edhe juve. Bashkë do të dëgjojmë në episodin e radhës. Faleminderit.